Durim mirë se erdhe atë. Faleminderit, mirë se Një ditë kam të në studiet frontale se më ke kritiku në një postim që e ke bë para do mujve. Faleminderit si po ma kujton kritikën. Kritikën po ka qenë pa vend. Prandaj Kritika zakonisht është pa vend. Albatros, mirë se erdhe. Për çdo gjë që son të shkon keq, fajt i ke ti. Ose durime. Unë shpresoj që kam shkuar gjithçka mirë. Dhe shpresoj që askush nuk ka më përlau me ty se çapo ndodh, apo të bëte një incident diçka në një studio tjetër. U si zinxhica, Ka pasur në Tiranë, në Shqipëri ka pasur. Po ka pasur. Një për Iranin, një për Magneti skandale. Janë ca tema që njeriu dhe nuk mundet me nejt i qetë. Shoku jemi përbashkë po thotë që është kthy në anktin e analistëve. Anktin e analistëve. Po da. Tanë fake analist. Vete, këta që prekin, këta që rrehen, këta që në analista e letë, të janë boksera. E nisu me ty në shpesë që nuk do të ketë pra të lashe që fare ka pasë në për studiet e televizionit shqiptare, zakonisht të në fatmirësisht të në Kosovë nuk ndodh kjo, ndodh me kosovarë të cilë shkojnë në për studiet e televizionit shqiptare. Kosovarët atje gjithmonë shërkën. Prej kohës Hasan Prishtinës. Ama është për të admiruar qëtësia që ka Albatrosi, edhe në ato përballje, po edhe në për studio televiziv dhe në për debate. Patjetër. Por situata nuk është e qitë, si që është Albatrosi i qitë. Situata nuk është e qitë, ti the PDK-ja, ta ka kërku mëseja pa një propozim, por na, tash s'paku në basë asaj që unë di, edhe mund të lexohet edhe pi gjanave që janë thonë opinion, një propozim është, zotni Kurti ka propozimin shumë thjesht, ma jepni një emër. Ma jepni një emër, që faktikisht i bjen dikush që është komod për ju, por nuk është PDK. Do më thonë, nuk mund tjetë Vlora Qitaku, po mund tjetë Justina Pula. Sepse Justina Pula ka 10 vite që ka një shkputje për jetës partijake. Por na, si pas disa burimeve që unë i ka marrë nga kampi i vetëvendosjes, tu nuk e di, du më thonë se kur nuk e di, ata thonë që në Partinë Demokratike të Kosovës, kur është folë emri Justina Pulës, ka pas reagim pse jo Justina, duhet ta bëjmë Vlorën. Po nuk mund ta bësh Vlora Qitakun presidente, sepse është figurë shumë partijake. Dhe zotni Kurti këtë e ka si kërkesë, dilni me një emër, sepse presidenti duhet të jetë dikush që është mbi palët. Albin Kurti nuk po tërhiqet prej emrave që i ka kandidu vetë, i ka propozuar. Po, i ka propozuar një emër, por duhet ta kemi të qartë një gjë. Presidenti, sot zotni Abdigjiku e tha një fjalë, tha për gjithë të 3 postet nuk mujnë mi taku vetëvendosje, një partije. Pajtohen plotësisht, ashtu është. Por presidenti nuk është as i vetëvendosjes, po as i partive tjera. Nuk do më thonë që tash LDK-ja merr presidentin, apo PDK-ja merr presidentin. Ta duhet ulen, merren vesh për një emër konsensual, për një emër që, do të thonë, një Bajram Begaj, ta quajmë kështu. Edhe një Bajram Begaj mendoj që është një zgjidhje e mirë, sepse në fundit ne jemi republikë parlamentare. Edhe nuk mundet presidenti tash t'i bëj hije kryeministrit. Sepse presidenti nuk është pushtet i veçantë Kosovë. A marrë zë kryeministri? Jo, por nuk është pushtet i veçantë, Valo. Nuk është pushtet i veçantë, ne jemi republikë parlamentare. Është njëna për shtyllave cilja bën balancin. Po, nuk është pushtet i veçantë, presidenti. Nuk është pushtet i veçantë. Ne jemi republikë parlamentare. Do të thotë që pushtetin faktik e ka qeveria. Është i kompromisit. Edhe presidenti do të menajt mbi palët. Kështu që një president që do sillej si Bajram Begaj në kuptimin që nuk përzihen diskurs. Zër Albin Kurti Proç apo insiston. Po do më japni një emër, po ta japni një emër. Ta do japni një emër, ma japni një emër. Ma japni një emër. Osmanin e pat. Jo, Osmani ishte pa pranueshme për parti tjera, edhe në logjikën e tyre me të drejtë. Po ky po i thot PDK-s, ma japni një emër. Unë jam shumë i sigurt se sikur për shembull Partia Demokratike e Kosovës ta sfidoj Albin Kurtin me emrin dikes Justina Pula, mund, do më thonë, qelet një temë shumë serioze. Do më thonë, ta gjejmë një president që gjitha partit janë rregull me të. Gjithë një pa kundërkandidat nga VV-ja. Se nuk i besohet Albin Kurti. Ajo, mund t'jetë pjesë e marrëveshjes, pajtohemi mirë. Duhet t'jetë pjesë e marrëveshjes. Nëse është konsensual, ka kundërkandidat vetëm formal. Do më thonë, nuk mund të ketë kundër kandidat substancial, pajtohem, nëse është konsensual. Po, ama duhet jetë një emër
Tash, unë sot 3 ditën kam bisedu me eksponent ndryshëm televizionit të vendosjes, sepse ata janë grupi më i madh, dhe domethënë çdo gjë duhet, nëse nuk janë votat e vendosjes, nuk bëhet. A ke fol me Albinin? Nuk është më Nëse s'ke fol me Albinin, me thjesht ka të fol me 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 këta tjerë. O nuk vetet kërkush ato as Glauku, as Albolena, as kërkush. Në rregull, nëse s'ke fol me Albinin, në rregull, unë s'kam s'kam fol me këto, as kam fol me atë. Nuk është fort më rëndësi, por, ata thonë le ta propozojnë një emër dhe pastaj le të flasim. Për shembull, kur fjalat të PDK. Pse PDK-ja? Sepse PDK-ja është subjekti më serioz për të bërë marrëveshje. Lidhja Demokratike e Kosovës fat nuk është, pavarësisht çka mendon zoti Abdiziku. Edhe sot ata kanë pasur një takim të mirë, zoti Abdiziku në bazë informatave të mia ka kërkuar presidentin dhe 3 ministri, edhe duan atë idenë ndamjes së pushtetit, në idenë ndamjes së pushtetit, presidentin edhe 3 ministri. Edhe që është marrëveshje e bashkëqeverisjes, por tash çka mundet me garantu Lumir Abdiziku? Sa vota mundet me garantu Lumir Abdiziku? A mundet me garantu që do të jetë partner serioz në agjendën e qeveritare që do vazhdojë më tutje? Sepse agjenda qeveritare është e gjatë. Edhe votat e LDK-s madje. Nuk është vetëm problemi aty, por Albin Kurti ka një agjendë qeveritare afatgjatë, sa i garanton ky partner koalicioni që i rrin bashkëpunëtor në atë agjendë. Ky ka agjendë deri te punët e fshatit dikun atje, domethënë. Është i kry fort. Po në rregull, po s'po i bën rënia aty te voti për hoçi. Po s'po i bën rënia aty te voti. Çka po duhet PDK-ja, një parti të cilën e kanë qenë kriminale. Jo, PDK nuk ka duhet PDK-ja. Që marrëveshje, marrëveshje për mendon pushtetin nuk ka. Nuk duhet numri i dikujt të cilën e kanë cilësuar edhe mbos tu e shoh që ato unë u ngrit politikisht, nuk më duhet vota e tij. Nëse kini tru moral politik, i lirë nuk ka, kuptohet, nuk do pushtetit. Ngritja dorës dikujt, nuk jep ministri Albin Kurti për me fut, për me si gjetë presidentin. Kjo, që ka kërku Lumir Abdiziku, nuk bëhet. Por me PDK-n, mundet më bëjë marrëveshje për një emër, sepse PDK-ja i ka gjithë ata deputet, janë kompakt, nëse ata pajtohen me një emër, presidenti zgjidhet. Da më thënë, presidenti zgjidhet. Pra po thënë, PDK-ja është partijin më serios për më zgjidhet presidenti. Nëse VV-ja dhe PDK-ja bin dakordim për një emër, presidenti zgjidhet. Ai emër mund të jetë Iliri, për shembull, Iliri nuk ka në PDK spi 2012-s. Nuk është. Për shembull, mund të jetë, është figurë që mund të jetë e pranueshme për ta, por nuk është politik, për shembull, po flas si kualitet, a? Domthon ka mundësi me propozu. Unë sot, domthon këtë e kam adoptuar po e mbylli, domthon nuk është problem me dialogu nëse nuk propozoj një emër. Tash, apo ndoshta durem është që lëvizja vendosje realisht nuk është dashur me zgjidhje çështjen e presidentit. Gabimi. Për faktin që edhe sot për shembull ishte një takim dhe nuk ka ndryshuar asgjë nga qëndrimit që kanë qenë më herët me Glaukun Jucën, me Mullhoxha Kolçakun. Domethënë nuk ka ndryshuar dhe tash takohet me të njëjtit njerëz, me të njëjtat propozime. Jo, s'ka vënë propozime të njëjta Albin. Jo, se s'ka ndryshu. Janë kandidat për president. Ata kandidat lajgrohen mena natës, nuk do të thonë për para se ministri. Nën kryetari i Parlamentit të Kosovës, Ardian Gula, para disa ditësh tha, para vikendit, tha që kandidati jonë mbetet Glauku Njusa. Deri në gjetjen e emrit konsensual, po. Nuk tha deri në gjetjen e emrit. Qëllën, menej që po të kështë ndërgjegje minimale politike, po të udhëhiqeshin prej principit kushtetues, se çka është presidenti, menej që krejt kasta politike, krejt spektrion politik, të paktën këtë parlamentar, kishte me ardhur deri te një emër. Kishte me gjetë një personalitet, i cili si më thonë është sinonimi i kërkesës kushtetuese, pra që të jetë një emër, një personalitet, i cili si më thonë është në përputhje me kërkesat e kushtetues Kosovës, që është personi që përfaqëson unitetin e Kosovës. Me sa kam parë në gjatë këtyre muajve, i gjithë spektri politik, mund të hedhim në, si më thonë, faje herë ndër këtej, por nuk ka tregu që ka vullnet për të shku, si më thonë, për me një këtë përkufizim kushtetues, këtë, si më thonë, këtë princip kushtetues që menej që kështë me qenë rruga ma e drejtë dhe ma e duhur. Pra ne mund të flasim për gabimet e Partisë Demokratike, mund të flasim shumë për përgjegjësinë e vendosjes për qenë subjekti më i madh dhe subjekti që drejton qeverinë e Kosovës, mirë po me sa duket nuk ka vullnet për të shku, si më thonë, në drejtimin e asaj që do duhet me qenë. Që të ishte një njeri mbi partijak, të ishte një personalitet i cili nuk vjen për jasnjonës mbi partive politike. Kjo është e para. E dyta,
Mendoj që jemi mrena një hapësine të mbulume juridikisht dhe politikisht. Pra nuk ka zbrastirë as juridike, nuk ka bështllëk juridik ose politik. Ushtruesja e detyrës së presidentit është kryetarja e Parlamentit të Kosovës, zonja Albulena Haxhiu. Pra nuk është që vetëvendosja i ka kapë të 3 institucionet. Mirë, po kjo është, si më thonë, mrena të gjitha, si më thonë, mrena fushës së përkufizuar me kushtetuese dhe juridike. Kjo është e para që do të më thonë se po duket sikur vetëvendosja tash i kapi krejt institucionet. Jo, kushtetuta jonë është e qartë këtë drejtim.